Ekipi i Partizanit dhe Bregos Rëmeshkë fiton merit në trenin Shkodër me rezultatin 2-3 dhe pjesë e këtij suksesi janë edhe dy martirët, Kris Martiro dhe Lexi Martiro. Me Kris Martiro, i cili është edhe kolegu i televizionit shqiptar, ishte më të mirë në fushën e lojës. Faleminderit për ndërsimin. Ishte ndeshje e vështirë dhe e dinim që na priste ndeshje e vështirë në Shkodër në fakt. Kishim marrë masat, po e vërteta është ishim edhe me mungesa sot, ishim me 3 lojtarë të rëndësishëm të skuadrës që shkojnë sa dëmtime dhe na e bën pak të vështirë. Formacioni i ndjen me njëherë lëvizje në momentin që kush është kryesor ndryshon. Edhe kemi dhe relativisht hyrje të reja në skuadrë që duan ndoshta edhe pak më përshtaten me filozofinë e Partizanit, por që në fundit është fitore që flen sepse jemi në pikë kampionatit ku çdo pikë që fitojmë duhet për llogarit pastaj të fundit. Në aspektin personal, Ignacio me lojën tu? Unë jam asnjëherë i kënaqur me të drejtën me paraqitjen sepse nëse jam i kënaqur do të thotë që filloj edhe e ula në gjendjen e vigjilencës. Kështu që duke mos qenë i kënaqur, sigurisht e kuptoj çfarë bëj mirë dhe çfarë nuk bëj mirë, po duke mos qenë i kënaqur motivoj veten që tuaj më mirë gjithmonë nesër pastaj. Një person publik në sport e voleybollit, titullari i Partizanit, por shumë publik edhe në ekranin e televizionit shqiptar me emisione që janë interesante. Sa ndjeni këtë fakt? Ka shumë vite që i kam ndërthurur edhe profesionin e gazetitarit edhe rolin si voleybollist, si sportist në jetën time, po bëhen shumë vite tashmë edhe më vjen mirë nga atë që jam bashkuar radio televizionit shqiptar. Unë gjë rastin të falenderoj ju sepse keni qëndruar afër sportit. Jam përpjekur dhe vetë ta bëj këtë gjatë gjithë karrierës time televizive sepse e di se sa nevojë që ka për median edhe për të tillë kanale komunikimi ku qytetarët shkodran të informohen për atë se çfarë ndodh në ballan sportit. Kështu që presoj shumë që do të kemi mbështetje mediatike, di që nga ju nuk do të mungoj, por edhe me radio televizionin shqiptar tani do të jemi gjithmonë më pranë. Keni ndonjë mesazh dhe falenderim apo diçka të veçantë për kolegët tuaj të VSH, të cilët bëjnë tifo për ju? Në fakt kam gjetur ambient shumë të mirë, jam surprizuar me mikpritjen që kam pasur në radio televizionin shqiptar. E kisha dëgjuar nga larg, po që tani që po e provoj edhe në lëkurë vet, jam i lumtur dhe dua t'i falenderoj gjithë që ma kanë bërë shumë të lehtë fillimin e kësaj aventure në radio televizionin shqiptar. Faleminderit. Faleminderit. Një përgjigje për fituaren sukses. Faleminderit.